s'po di pse ne të luajtë botoks të kohë ndërhyrja ma e leta dhe ma thjeshta estetikë. Krahasim me ndërhyrje tjera që i bojnë njerëzit. Botoksi është rrezikshmëria më e madhe. Po varet në cila zona e aplikon botoksin. Nëse ti aplikon në këto zona dhe në pjesën nazolabiale, ty të ndryshon mimika komplete e fytyrës. Në ballë dhe anër syve. Po, okej. Sepse na po folin për botoksin që kemi që bëjnë edhe facelifting që realisht e njëri person që unë s'po di pse ne të luajtë botoks të kohë ndërhyrja ma e leta dhe ma thjeshta estetikë. Krahasim me ndërhyrje tjera që i bojnë njerëzit. Botoksi është i lehtë, absolutisht. Jo, me kesi jo. Botoksi ndryshimi më i lehtë që vret tek fytyrat që bojnë. Jo, je ka gabim total. Jo, është një gjë. Unë folem me çka shoh. Iqe këtë bindjen. Botoksi është rrezikshmëria më e madhe. E ke parë sa klinika janë duke u mbyllur dhe shumë mirë po bëjnë? Po, ato që nuk di me... Po, se bi frizerka dhe bojnë esteticjene. Jo, po, nuk ka të bëj kjo. Frizerka bojnë esteticjene, të bëjnë sot edhe doktori, më dhe doktori. Po. është shumë i sigurt tek vetja e vet. Vendi ku aplikohet është shumë i rëndësishëm. Produkti, ajo po se po. Jo, të lutem mirë pak informacion pastaj idhemi. Botoksi është gjëja më e rrezikshme që ekziston për fytyrën. Edhe fileri, po, do flasim për filerin. Dhe filerin, po filerin e kemi më ndryshe se nuk të pëlqen direkte. Është tjetër gjë. Por botoksi është më e rrezikshme. Kush ja ka jap atë shkollë atij doktori mas pari? Okej, pritet të pa. Unë po flas për pacientët që nuk janë as pak të certifikuar dhe bojnë injektojnë botoks ose filler në përqendries po foli. Pra, person që ka shkollë, atëherë mua e pjesë më intereson hiç, po pse një frizer sot shkon injekton botoks?